Territori shqiptar për datën 16 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme duke sjellë mot me vranësira dhe reshje të here pas hershme në disa zona. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta dhe reshje të izoluara, ndërsa pasditja sjell përmirësim të lehtë të motit në juglindje dhe zona të brendshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Gjatë ditës priten intervale me diell kryesisht në juglindje dhe jug të vendit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 16 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:27 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 4 deri në 12 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 13 gradë Celsius. Durrës 8 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 6 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 12 gradë Celsius. Berat 6 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 1 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 8 deri në 14 gradë Celsius.